Më herët para kamerave se unë, sepse unë kam punuar një herë mbrapa kamerave dhe tani erdhi momenti që të jem para kamerave dhe kam qenë ajo që e shikoja gjatë gjithë kohës dhe i jepja ato kritika dhe bëja kritiken. Në këtë rast jam kritike pak e ashpër, profesionin na e jep pak këtë, por që edhe kështu jam edhe si tip. Ka ndonjë rol të Visianit që nuk të pëlqen? Ai ka bërë shumë role, edhe pse ato rolet e tij më të konsoliduara janë ato që janë edhe më popullore dhe më të dashurat nga publiku. Përgjithsisht më kanë pëlqyer, se më pëlqen edhe kur eksperimenton me role të reja, por që nuk mund të them që ka dikë që nuk më ka pëlqyer, sepse aktori gjithmonë duhet të vishet në shumë këpuc, kështu që aty i shndrojnë çdo gjë që ka provuar. Ka qenë ndonjëherë dëshira të punonit bashk? Kemi punuar bashk, por kemi qenë në shkollë, kemi pasur shumë punë brenda shkollës, por edhe jashtë shkollës që kemi pasur, si të thuash, bashkëpunime në të njëjtën shfaqje ose në të njëjtin projekt më pas. Dhe nuk është shumë komode në fakt të punosh në të njëjtin. Personazhi që të pëlqen më shumë nga Visiani? Do thosha Minioni, një nga personazhet e tij që e ka ende aktual edhe tani. Si aktore, cilin rol do doje të luaje në film ose në teatr? Gjithmonë më kanë pëlqyer dramat. Se kam gjetur ndonjëherë veten shumë mirë kur kemi pasur komedi. Dhe si ti, ndoshta një personazh të Woody Allen, ndoshta do ta gjeja veten aty në ato frymën e tij. Divin gati 7 vjeç. Sa ka ndryshuar jeta juaj në rritjen e djalit? Shumë. Që në momentin që unë beta shtatzan, jo vetëm në momentin kur ai lindi, që në momentin që ngela shtatzan, u shkëputa nga çdo projekt që kisha, dhe më vjen shumë keq se la shumë projekte të bukura në atë periudhë, dhe u përkushtova totalisht mëmësisë komplet, dhe kjo nuk zgjati pak, zgjati gati 4 vjet, sepse përkoj edhe me kohën e pandemisë në fakt, që donim nuk punonim dot. Dhe më ka ndryshuar komplet, më thënë, u bë mëmësia, fokusi dhe personazhi dhe roli im kryesor. Kërkon ai një motor ose vëlla? Po, ka filluar. Ka filluar që ta kërkoj në fakt. Por që mami mendon se i mjafton Divini dhe jam shumë e kënaqur dhe e plotësuar me të. Kush bën më shumë punë shtëpie, ti apo Visiani? Më shumë për unë, normalisht. Ai thjesht është njeri shumë praktik, thoshta problem të lëre këtu, këtë bëj këtu, më thënë nuk është se i bën shumë për shtëpje kjo pjesë, por që nuk është se jemi të dy shumë që të stresohemi për këtë pjesë. Kush mundet bën ato gjërat e veta që të jemi okay. Kush gatuan më shumë? Unë gatuaj më shumë. Ai është